Mirëmëngjesi edhe për ju në studio, mirëmëngjesi të gjithë shikuesve të Koha Vizionit. Siç ishi duke diskutuar edhe ju në studio, këto janë ditët e para të Ramazanit dhe shumë njerëz kanë probleme që kanë sidomos me sëmundje kronike dhe gjithashtu përballen me probleme si luhatje me tension, niveli i sheqerit në gjak, gjithashtu dhe dhimbje koke. Po për të diskutuar më shumë tema sa janë rritur rastet emergjente në këtë kohë, e kemi këtu pranë me doktorin Isuf Bajrami, i cili do të na tregojë më shumë rreth kësaj teme. Mirëmëngjesi doktor, faleminderit shumë. Mirëmëngjesi, faleminderit për interesimin tuaj. Sa i përket pyetjes suaj, para kësajna të përshëndes të gjithë pjesëtarët e konfesionit musliman në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Sa i përket smundjeve, gjithsesi thirrjeve që kërkojnë qendrën e mjekësisë urgjente, mund të them se nga raportet të cilat i pranojmë nga puna 24 orëshe, nuk kemi vërejt ndonjë ndryshim, ndonjë rritje të rasteve apo ndonjë përkeqësim të rasteve nga agjerimi, do thotë është një situatë thuajse normale, nuk kemi vërejt domethënë dallime signifikante ose dallime sa i përket patologjisë ose sa i përket smundjeve në popullat. Cilat janë ankesat më të shpeshta që paraqiten prej pacientave? Po të ne dominojnë smundjet kardiovaskulare, si që është hipertensioni, pastaj pamjaftueshmëria e zemrës, gjendjet me dhimbje, angina pectoris, pastaj vijnë smundjet respiratore, bronkita akute, kronike, gjendje febrile që ju përkeqësohet gjendja sidomos pacientëve kronik, pastaj astma bronkiale, pacient me smundje të traktit të tretjes, si që është gastriti, ulqera, pastaj abdomeni, në rastet caktuar abdomen akut, ndonjë komplikim, pamjaftueshmëria, si është smundjet e veshkës, gjithashtu dominojnë sidomos dhimbjet nga formimi i gurëve në veshk, patologji tjetër që dominon është gjithashtu edhe në rastet në rritje që kërkojnë ndihmë smundjet me kancer, smundjet malinje, domethënë janë edhe traumat që nuk duhet të anashkalohen, sidomos të aksidentet në trafik. Kjo kish me qenë ajo patologjia më shpesh në qendrën e mjekësisë urgjente për të cilën kërkojnë ndihmë nëse është intervenim pacientët. A ka raste të pacientëve gjithashtu me tension të ulët apo të lartë dhe atyre që janë me diabet dhe ju bie sheqeri gjatë agjerimit? Po raste ka shoqata internacionale, shoqata ndërkombëtare për diabet, rekomandon që pacientë që kanë pas probleme me rënje të sheqerit në 3 muajt e fundit, domethënë para fillimit të muajit Ramazan, të kenë kujdes gjithsesi të merren në konsult me endokrinologun që i kontrollon, do thotë dhe ta bëjnë një vlerësim se a mund të qëndrojnë ta agjerojnë domethënë Ramazanin. Këta janë pacientë që domethënë me risk. Pastaj vjen një kategori tjetër gjithashtu me smundjet sheqerit, siç janë gradë 7 zona, diabetes insipidus, gjithashtu gratë gjithëdhënëse, mund të kenë probleme dhe duhet konsultohen, si dhe pacient me smundje kardiovaskulare, si që është hipertensioni, angina pectoris ose dhimbjet në gjaks, pamjaftueshmëria e zemrës, është edhe një kategori tjetër që duhet kenë kujdes, pacient me smundje renale, gjithsesi smundje të veshkës, që kanë pamjaftueshmëri të veshkës në shkallën e 3-4 dhe pacientët me hemodializë. Këto janë grupe të cilat duhet kenë kujdes para se të vendosin për agjerim, të konsultohen me mjekun familjar, gjithsesi me mjekun e vet specialist të fushës dhe të bien një vendim se a mund të qëndrojnë, gjithsesi a mund të respektojnë agjerimin muajin e Ramazanit. Sa shpesh hasni gjithashtu në ato rastet ku ata që kanë probleme me sëmundje kronike refuzojnë të ndërpresin agjerimin? Po, ne jemi shërbim emergjent, do të thotë shërbim që ofrojmë ndihmë të shpejtë dhe nuk
është shërbim urgjenca që konsultojmë ose ne i përcjellëm. Ne ju ofrojmë intervenim kur kanë vështirësi shëndetësore. Mund të them se në fillim janë raportuar një 2-3 raste që kanë pas, domethënë, që në ankuar, që kanë pas probleme, qoftë me tension, qoftë me oscilime të sheqerit në gjak, por me kalimin e këtyre ditëve nuk kemi pasur raste, do thotë që kemi ndonjë ankesë ose ndonjë problem që ndërlidhet me agjerim gjithsesi me muajin e shenjtë të Ramazanit. Apo keni problem me adresa të pacientëve që ja u dërgojnë dhe gjithashtu sapo keni problem me komunikacionin, tu e pas parasysh se shumë shpesh kemi probleme? Po komunikacionin dihet është problem publik që secili qytetar e has edhe në mirë, po ne si qendra e mjekësisë urgjente me rast në intervenimeve shfrytëzojmë alarmin, dritën vezulluese dhe qytetarët çdo herë më tepër po vëdësohen, mundohen të na lirojnë hapësirë dhe rrugë të arrim sa më shpejt të pacienti kur kërkohet intervenim urgjent. Por të them edhe këtë për opinionin se kemi bërë këto vitet e fundit një organizim për t'ju ofruar ndihmë qytetarëve dhe nuk jemi tërësisht të koncentruar në këtë pikën, do thotë që ndodhemi në objektin kryesor, këto afër shkollës Ales Sokoli. Do thotë ne i kemi këto në dispozicion gjithsesi 2 ekipe, ndërsa ekipet tjera janë të shpërndarë në punkte për t'u ofruar më afër qytetarëve, siç është punkti në lagjen e Kodrës Trima, gjithsesi afër medresesë të qendra e mjekësisë familjare. Një ekip tjetër e kemi të vendosur në bregun e Diellit, që mbulon atë zonë. Ekipa tjetër është në qendër, gjithsesi qendrën kryesore të mjekësisë familjare, zona qendër, dhe një ekip e kemi në Ajvali, gjithsesi në Veternik, me qëllim që ta mbulojmë edhe atë pjesë, do thotë që ta shkurtojmë kohën e reagimit ose intervenimit. Çfarë gabime po bëjnë më shumë njerëz gjatë këtij muaji? Po, unë siç e thash, nuk këshillat, pastaj rekomandimet, vizitat e rregullta, kryesisht pacientë orientohen në qendrat më të afërta të mjekësisë familjare. Mirë po, ne edhe si urgjencë duhet të këshillojmë pacientët që para çdo vështirësie, çdo problemi të drejtohen te mjeku familjar, gjithsesi te specialisti i cili e kontrollon sëmundjet, të bëjnë analizat e nevojshme, por edhe të kenë kujdes në dietë, gjithsesi në ushqim. Para se gjithash duhet të respektohet një dietë, gjithsesi iftarin nëse flasim për muajin e Ramazanit, që të jetë i pasur menyja me ushqim të langshëm, supa, hurme, pastaj tjetë i bollshëm edhe me materje ushqyes, gjithsesi me mishra, me gjella, do të thotë ushqimi me lugë rekomandohet, dhe të jetë i pasur edhe me perime, gjithsesi me sallata, përbërje që regjenerojnë, do thotë, organizmin, dhe të përdoren lëngjet kryesisht me i preferueshmi është ujë pa gaz, do thotë mos përdoren pije që përmbajnë sheqer, që përmbajnë gazra, por që të përdoret domethënë ujë pa gaz, që është një hidratues i mjaftueshëm. Por duhet të ketë edhe kujdes që të mos migarkohet lukthi për një herë pas domethënë agjerimit, por të ushqehen me mas dhe me kujdes, dhe njëkohësisht ta shfrytëzojnë edhe kohën e syfyrit për ushqim, do të thotë të begatshëm, në mënyrë që të jenë të gatshëm të vazhdojnë domethënë agjerimin dhe të përballojnë këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Por konkretisht mesazhi për të gjithë qytetarët, gjithashtu për edhe ata sidomos që kanë sëmundje kronike për fund. Sëmundjet kronike sigurisht që kërkojnë tretman të vazhdueshëm nga mjeku familjar, nga specialisti i fushës, qoftë nëse bëhet fjalë për sëmundje kardiovaskulare, fjala bën kardiolog, ose sëmundje të frymarrjes, gjithsesi respiratore, pulmologu, dhe
njëkohësisht të bëjnë analizat e nevojshme kur kanë ankesa, por mbi të gjitha të respektohet orari i terapisë e rregull, të cilën e përshkruan mjeku ordinues dhe njëkohësisht të kenë kujdes, thash edhe një herë, me ushqim dhe të përmbahen këshilla mjekësore, profesionale kuptohet. Faleminderit shumë doktor për të gjitha këto informacione dhe këshilla që i dha për të gjithë publikun. Faleminderit, suksese, ishte kënaqësi. Pra, shikues të dashur, me të gjitha këto informacione, po e kaloj linjën te ju në studio.